E falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që I besova për 6 vjet me radhë dhe I uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe I kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, I kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti I pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe të jeni sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj.